Përshëndetje. Ju lutem, do më dëgjoni vetëm 10 sekonda. Me parametra shkencor është gjetur deri tani me anketa 90% e popullit shqiptar është me ju. Gjashtë 91% e popullit me parametra shkencor thot Rama ik. Burra, janë parametra shkencor, nuk janë llafe pazari. Prandaj është friksu ky zotëria këtu, se i lexon mirë. Si ka shkryt Mjeda joni malë ka shkryt. Ka dal dimri me kosë në dorë, gjese bari ka kosit, qet balkoni pjall me borë, e plak shkreta ty i mërdhit. Burra, mos e në qanit zotin! Fitoria do jetë e juja, e ardhja do t'jetë e fëmijëve tanë. Ju lutem qëndroni për fëmijët tanë. Zoti e bekov këtë vend këndshëm. Rama Burg Berisha Burg, Rama Burg Berisha Burg, Rama Burg Berisha Burg, Rama Burg Berisha Burg. Sot këtu mes nesh, pavarësisht se i presim ditën e shtunë, me mira, kemi akoma shumë vlezër dhe motra që na kanë dhënë atë diaspora. Këtu kemi një që ka ardhur nga Franca posaçërisht për takimin e sotëm dhe do të thotë dy fjalë. Mimbra Marini, jeni shumë bukur. Nga Franca, nga Nica, ju përshëndesin të gjithë, ju adhurojmë. Çu popull bëni revolucion për të Shqipëri. Ne po vuajmë, unë kam ikur që në 9 vjetër, po dua të kthehem në shtëpinë time. Nuk mundem më, dua të sjell fëmijët e mi. Pol, nuk mundemi më, të jetojmë larg Shqipërisë tonë. Kam jetuar në Itali, jam në Francë, po si vendi on nuk ka. Unë jam vajza e një aktori, nuk dua ta them emrin. Po kur erdha këtu nuk e gjeta dot babën tim të gjallë, e kam putur të vdekur. Dhe kjo është largimi, erdha e gjeta nënën time të vdekur. Popull çoni për të nënën tona, për baballarët tanë, rini, mirë, në ku jeni. Çoni të gjithë, ne jemi me ne. Ju dua shumë dhe ju përshëndes. Gjithë Nica është me ju, gjithë Franca është me ju, Parisi, Italia. Të gjithë do vinë për të vend. Jemi vendi më i bukur në botë, jemi shqiponja më të vogla në botë. Që na duhet në Europa, kur ne kemi Europën tonë. Valla, çarinia është, jeni shumë bukur. Jeni ju e ku do shkojë të rini në Europë. Përloni për vendin tuaj. Ju dua shumë dhe ju përshëndes. Nga Nica përshëndetje nga gjithë dhe o Zot vetëm revolucion që të bëni të Shqipëri. Faleminderit. Mos të harroj pikën kryesore. Ne jemi këtu për fëmijët tanë, ne jemi këtu për vendin tonë, ne jemi këtu për Shqipërinë. Ndaj, këta duhet ta dëgjojnë se kur populli të në shesh nuk ka gardhje mban. Doreqe, 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 doreqe. Dhe nga vendi i Pjeslidhjes së Shenjtë kemi këtu një punëtor i cili ka ardhur nga Lezhë sot
dhe do të dëgjohet nga ju. Motra dhe vlezër, bia dhe bitë saj toke të shenjtë, Pellasko i Lire, Arbrore Kastriote. Vit nga qyteti legjës i beslidhjes të madhe, nga ka thirrë Shqipëria për t'i thënë stop qeverisjes së keqe që menduam se pas 19 nuk do jetonte më. Kjo qeveri, ta qeverit të pas 19 ka vetëm një ndryshim nga qeverisja komuniste. Nëse para 19 të vrisnin dhe të masakranin, po të tentojen të largoheshin nga Shqipëria drejt Evropës, këta të vrasin nëse vendos të kthehesh në Shqipëri dhe të ndërtosh të ardhmen këtu. Ne jemi kundër asaj që populli shqiptar brenda dhe jashtë kufive të ngelet në mshirën e fatit. Ne jemi kundra atyre që në vend që të largonin me shkelp ambasadorin serb, që kur krisi Buçka në kullën e jashareve, ata thirrën për vizita, për dreka, për darka, me Vučića e Paslića. Ne nuk jemi kundër investimit e të huaja, nuk jemi kundër zhvillimit, por si thot i madh Albin Kurti, ne jemi kundër hajlave, ne jemi kundër zullumçarëve. Ta dije qeverisja aktuale, e nuk presim që të zëvendësohet Rama me Berishën. Bi dhe bia të dheu, mirë se keni ardhur dhe sot, dhe jemi të gjithë të gashëm dhe mblidhemi për çdo ditë deri në realizimin e kërkesës legjitime. Mikrofonin e marrin qytetarë të thjeshtë, qytetarë të njerëz të popullit të Shqipërisë, që tregojnë brengat e tyre, japin dhe mendimet e tyre individuale. Të gjithë ata që thirren në emra politikanësh të tjerë, në bindjet e tyre fetare apo diçka tjetër, është mendim vetëm i tyre personal, ashtu si është veç edhe mendimi im personal. Duhet jemi të qartë. Kjo protest e ka veç një pikë të panegociueshme. Dorëheqja e Edi Ramës pa negociata. Pse duhet të dorëhiqet Edi Rama? Për çdo ditë dalin